Vllaznia Futsalës vjen sëri në rezultateve pozitive ku pas rezultatit 6-1 ndaj Tiranës javën e kaluar, këtë herë mund në Shkodër forcat armatosura me rezultatin e thellë 12-6. Sfida luajtur në Qazim Dervishi nis fillimisht me gol për miqt, që kalojnë avantazh me anë të Aliajt. Kuçoblut nuk vonojnë të barazojnë rezultatin dhe të marrin avantazhin me 2 gola të shënuar nga Ivziku dhe Çardaku. Më pas seria e golave do të shtrihej me Gokajn, Xhahysën, Çokajn, Çardakun dhe Xoklajn, duke mbyllur pjesën e parë 7-3. Fillimi i së dytës shoqërohet me një ritëm më të lartë nga skuadra mike, e cila krahas golave të Bracullës dhe Demergjiut shënon edhe 3 të tjerë, shtuar Sadën dhe Aliajn, duke shkuar në kodër e 6 golave. Në kampin Kuçeblu nuk vonon kundër përgjigja, me golat e Hysenit dhe Tafilit me nga 2, Xoklajt dhe Boshtin, duke bërë që i gjithë takimi të përfundoj 12-6. Kushdo që vjen me lutë me kundër ekipit vllaznisë që përfaqëson Shkodrën, gjithë impenjohen dhe kam përshtypjen se ekipi kundërshtar duhet të respektuar dhe falenderuar për performancën që bën sot. Nesër me Vlorën do të jetë një ndeshje e fortë, sepse pavarësisht çfarë do lloj pretendimi që mund të ketë Flamurtari ose Vllaznia, ky kampionat ka treguar që ai çift është një çift pretendent për kampionat dhe do të bëhet një ndeshje shumë e fortë. Pavarësisht çfarë do lloj performance që mund bëjnë çumet e ri, ne ky ka qenë edhe plani i jon, qoftë i presidencës, qoftë jemi, qoftë edhe i kapitenit edhe trajnerit Alsit Tafilit, që ne shohim për të ardhmen dhe ardhmja është shumë e tepërt me thënë, po duhet me besu tek të ri dhe ne jashtëzakonisht kënaqemi me performancën e tyre. Po, ashtu menduam dhe gjatë javës se të japim minuta më shumë lojtarëve si janë aktivizuar këtë periudhë, duke pasur se kemi element mirë edhe do të mi pa nga minuta parë disa lojtarë, ku sot të shfaqen mjaft mirë dhe bëni performancë shumë të mirë. Po, ashtu e kishim menduar duke pa në temë drejtë se kundërshtari nuk ishte në thojza nga më të forti që kemi në kampionat. Menduam të bëjmë rotacion, gjithsesi do të edhe minuta për ekipin titullar, sepse nesër javës tjetër po afron edhe do të gjendja fizike të jetë mirë. Patjetër jam i kënaqur, deri tani në këtë moment jemi në vend parë, ekipi ka bërë nesër mjaft mirë si me Flamurtarin si me Tiranën, ku janë pretendentë kryesor bashkë me ne. Mendoj se jemi në garë deri në fund dhe po bëjmë mjaft mirë. Pas kësaj fitoreje, Vllaznia kryeson me 16 pikë kampionatin, ndërsa javën e ardhshme do të ketë një super duel në Qazim Dervishi me Flamurtarin e Vlorës, një nga rivalet direkt për titull së bashku me Tiranën.